është pak më e komplikuar se sa të them njëra apo tjetra. Si, për presidentin Trump ose për administratën amerikane, lidhet me Evropën janë shumë të rëndësishme. Janë shumë të rëndësishme kur i vije nga ana e tregtisë, ekonomisë, lidhjet politike e tjera që i dim të gjithë. Do të thonë që po, lidhjet me Evropën janë shumë të rëndësishme dhe shumë të mira, por presidenti Trump e ka thënë diçka që është e vërtet apo jo, ajo mbetet të debatohet. Dhe ajo është që në këtë lidhje Amerika gjithmonë ka dhënë më shumë se sa që duhet nga ana e saj, kurse Evropa nuk e ka dhënë hisën e saj që i bie në buxhetin e NATO-s apo në politikat globale. Presidenti, domethënë administrata e Amerikës, Evropën e sheh në këtë mënyrë. Njëjtën kohë, ne duhet ta dimë që Amerika nuk e sheh Rusin si një aleat sikur që e ka Evropën, edhe pse në këto 28 pika shihet që në një mënyrë presidenti Trump po don që edhe Rusia të ndihet fituese që të mund të ndalet lufta. Ne, sa i përket anës së Ukrainës edhe Rusisë, nga ana amerikane është kjo pyetje. Çfarë është plani i Evropës? Nuk ka përgjigje. Plani i Evropës është që ja të zhvaritet pak puna, domethënë të vazhdojë. Jo, ose Ukraina të jetë fituese, të mos i jepet asgjë Rusisë, por që nuk ka asnjë hap konkret se si mund të ndodhë kjo, se si mund të arrihet kjo. Kurse presidenti Trump po thotë jemi në prag të një krize ekonomike globale. Atëherë duhet ta zgjedhim këtë luftë që edhe biznesi, edhe tregtia, edhe agrokultura të vazhdojnë, të mos kemi një krizë edhe më të madhe globale. Domethënë që në një anë për ata që nuk ju konvenon tash që të zgjatet kjo punë, momentalisht të vetmit janë ukrainasit. Pse? Sepse dihet që ditëve të fundit është një skandal në kabinetin e presidentit Zelenski në lidhje me korrupsion. Edhe tash po shihet që edhe presidenti Zelenski është duke dhënë sinjale se do të pranoj do t'i pranoj disa koncesione që më herët nuk i ka pranuar. Por në këtë moment atëherë Rusia ose Putini po ka dëshirë të vazhdon sepse po e sheh se si Zelenski është ose qeveria momentale e Ukrainës është duke u dobësuar. Edhe kjo nuk ka ardhur vetëm për një ditë, kjo nuk ka ardhur vetëm këtë skandal. Në Washington DC që 2 vjet ose 3 vite, 2 vite e gjysmë, kemi opozitën e Ukrainës që vjen edhe ankohet kundër Zelenskit. Më thonë Ukraina nuk është e unifikuar siç mendojnë evropianët ose siç